Finalja madhe Spanjë-Argentinë ka qenë në fokus të emisionit Emocionet e Botërorit 2026, transmetuar mbrëmjen e së dielës në ekranin e RTS Shkodra, me të ftuar special si ish arbitri ndërkombëtar i futbollit Tef Prela që jeton në Amerikë, trajneri i futbollit Ardit Mani, komentuesi sportiv Edmond Dibra, ndërkohë që në lidhje direkte nga Franca ishte specialisti i gjykimit Said Ahmeti. Spanja ka një ekip që ka të gjithë njësoj. Ka një qarkullim topit të që është shumë vështirë me zbërthyet atë qarkullim topit që ka Spanja. Franca në ishin e fort me Spanjën e poti, në ishin tjeri ka pas e të shko. Tjena realista, pra u përbol me Spanjën, tregoj sa fort s'kishte. Dy shkollat ndryshme futbolli, me një Spanjë shumë të këndshme, shumë të bukur me u pa, nuk ka surprizë absolutisht me shumë merita shpinaliste, sot me përt mos harrojmë përballë ka një Argentinë me plot gojën e them legjendarin Leo Messi dhe jo më kod dy futbollistat e mëdhenj botë në Argentinas. Spanja me një mbrojtje dhe me një kontroll topit dhe me Argentinën me një sulm, me një pra që ka kundërsulmin si pikë të fortë, unë besoj që Spanja do ta çajë lehtësisht në mbrojtje. Cikli i emisioneve Emocionet e Botërorit 2026 në ekranin e RTS Shkodra mbyllet mbrëmjen e së hënës duke analizuar kampionen e botës Spanjën, e cila mundi në finale Argentinën 1-0 në kohën shtesë.